Partia Republikane festoi 35 vjetorin e themelimit, ku morën pjesë edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, si dhe përfaqësues të partive opozitare. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu theksoi se partia që ai drejton është ndërtuar mbi vlerat e djathta. Shqiptarët na besuan qeverisjen e vendit. Sot ne duhet të kthejmë shqiptarëve qeverinë e tyre. Shqiptarët na besuan demokracinë. Sot ne duhet të kthejmë shqiptarëve demokracinë e vërtetë. Jo demokracinë e frikës, jo demokracinë e blerjes votës, por demokracinë e votës lirë, jo demokracinë e karteleve të drogës dhe të korrupsionit, por demokracinë e ligjit dhe të shqiptarëve. Ndërsa kreu i Partisë Demokratike, teksa vlerësoi figurën e themeluesit Sabri Godo, tha se opozita duhet të bashkohet kundër korrupsionit, krimit dhe regjimit të Edi Ramës. Aleanca, bashkëpunimi midis dy forcave tona politike ka qenë një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm në të gjithë përpjekjet tona, në të gjitha arritjet tona, në kohrat më të vështira, në sukseset më të mëdha. Sot ne jetojmë në një regjim i cili po të besojmë studiuesve gjenjal, si Huntingtoni, është më i keq i gjitha formave të regjimeve, narkoregjimi apo regjimi i bandave. Sipas Berishës, qytetarët duhet të reagojnë përmes protestes edhe se një qeveri teknike është domosdoshmëri për garantimin e zgjedhjeve të lira.